Allahu, hoxhë nderuar, e krahason dunjën me ujin. Pse? Ja vlen edhe këtu të ndalemi, por pa ngarku me terminologji dhe me shpjegimet, po e përmbledhi krahasimin e Allahu Azza wa Jalla krahason dynjan pra me ujin. Allahu thot në Kur'an, ta lexoj saktë ajetin, methelul hayati dunya kema in anzalnahu min as-sama. Pra methelul hayati dunya, shembulli jetës kësaj bote dynjas, kema in anzalnahu min as-sama, është sikurse ujin që ne, Allahu thot, ne e zbresim prej qielli. Uji bazë e jetës. Uji. Asgjë mos lexojmë për ujin, jetojmë, jemi të nevojshëm për ujë. Ulemaja në fushën e meditimit, për udhjeve kuranore e këshillëzimeve, kanë veçu prej shumë sebepeve të krahasimit, kanë numru disa krahasime, por ne po i ndojmë këtu vetëm se 1/4. E para thonë, pse Allahu e krahasoi ujin, dynjan me ujin. Thonë sepse uji nuk rrim në vend. Dynjaja rrim në vend, edhe dynjaja nuk rrim në vend. Me shembull për uji lëviz. Nuk rrim në vend, edhe dynjaja nuk rrim në vend. Kjo një krahasim. Krahasimi i dytë, uji shkon dhe nuk mbetet. Tretët depërton. Edhe kjo dynja shkon dhe nuk mbetet. Kemi fillim, kemi mbarim. Dynjaja ka fillimin, dynjaja ka mbarimin. Për këtë Allahu krahasoi dynjan me ujin. E treta, po të pëson Allah. A ndodh me hi në uje mos me u lag? Asesi. Nuk ndodh. Kushdo që hyn në ujë, do të laget. E a ndodh ti me kalu këtë dynja, e mos provu? Nuk ndodh. Dynjaja është dar ibtila, vendbanim, shtëpie, sprovës. E besimtari, sprov duhet tjetë edhe më i fort për ta te i kalu. Se kështu Allahu dynjan e krye. Dhe e katërta, uji në sasi normale, hasunullah, është i dobishëm. Uji kur te i kalon masat, vërshimet, shkatron. Edhe trishtushëm, bo. Trishtushme. Edhe dynjaja o kështu. Kur ti vërtet e kupton lutjen, Rabbena atina fid dunya hasana, Zotin, na e të mirën këtë botë. Ma është pari lutemi për të mirat e kësaj bote. O fil akhirati hasana, dhe na e të mirën botën tjetër. Do thot, ban një balans, një baraspesh. Do thot, e kupton dynjan si ujin sasin mas, normale, punon angazhohesh, punon për këtë botë, atë sa keme jetu, se ka fillim dhe mbarim, po përpuno për botën tjetër, atë sa keme jetu, se bota tjetër ka fillim, por nuk ka mbarim. Allahu Azza wa Jall na boft mundur që ne të përfitojmë prej shembujve të kuranor, pse dynjaja u krahasu me ujin, ja pra 4 veçori, 4 specifikat saj. Allah të shpërbleft,